Albina, është e vërtet kjo. Vjet, unë kam pasur, domethënë, shpeshherë statuse ngacmuese për Ilnisën, për banorë të tjerë. Dhe ajo që më bën përshtypje sot që flasim, kam një raport fantastik me Ilnisa Agollin, të cilën e përshëndes shumë, edhe kemi pas një kimi që në telefonatën e parë që kemi pas me kamerë me njëri tjetrin, të cilët vërtet kemi ngel të befasuar të dy me njëri tjetrin se si kishim të kimin dhe se si, domethënë, çdo gjë që ishte thënë, ishte folur nëpër portale, u shua me vetëm një video call që u bëm me njëri tjetrin. Tash flasim, jemi takuar shpesh, shkëmbejmë mesazhe, batuta me njëri tjetrin dhe marrim goxha energji pozitive nga njëri tjetri, sepse unë e kam thënë shpesh edhe për banorët që unë analizoj dhe komentoj llojen e tyre dhe nuk analizoj dhe komentoj se si janë njerëzit dhe banorët jashtë shtëpisë. Ajo është pjesa që mua nuk më intereson fare, por unë nis nga situata që ndodhen brenda shtëpisë dhe jap një koment, një analizë caktuar, si e mendoj unë. Pastaj se si është në të vërtetë, publiku gjykon vetë.